Ziliqari, kur sheh një mirësi të vllai vet, shqetësohet. Kur e sheh një të mirë të tjetri, e ka sikleti, nuk i pëlqen, e lëndon, e lodh. Ndërsa kur e sheh vllaun e vet tjetrin në vështirësi, aty kënaqet, aty rahatohet, aty gëzohet. Sa e shëmtuar kjo cilësi. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatli. Sot do të flasim rreth një smundje shumë të rëndë dhe të rrezikshme. Nuk është smundje që e prek trupin, por është smundje që e prek zemrën e njeriut. Ajo është zilia apo hasedi. Zilia është smundje që nëse hyn në zemrën e njeriut dhe nuk shërohet shpejt, nuk i vihet mas për ta shëruar, njeriut i aprish moralin, i aprish marrëdhëniet me njerëzit, i aprish edhe lidhjet me Allahun xhalla xhelal. Çka do të thot zili apo hased? Si mund ta definojmë këtë smundje? Zilia është një ndjenjë e mbrëmshme që e shtyn njeriu të mendojë dhe të dëshirojë që të mirat e një tjetri, të mirat e një njeriu tjetër, pa e marrë parasysh se çfarë janë ato, të i largohen atij, po më e mira do të ishte nëse i kthehen këtij. Është dëshirë e njeriut, ndjenjë e mbrëmshme, që kur ta sheh një të mirë të tjetri, me ju hek atij, e martë unë. Kjo është zilia apo hased. Hasedi është një keqja prej së cilës kërkohet mbrojtje tek Allahu xhalla xhelalu. Allahu azza wa jall në surën El-Falaq thot: "Wa min sharri hasidin idha hasad." O Allah kërkoj mbrojtjen tënde, e kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e ziliqarit kur ai bën zili. Në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam ka shumë tekste që ndalojnë dhe paralajmërojnë kundër hasedit. Hasedi është cilësi e të këqive. Nuk mundet me kanë cilësi e një besimtarit mirë. Iblisi e kishte zili baban ton Ademin alayhis salam për mirësinë dhe nderin që Allahu ja kishte dhënë. Zilia e shtyri iblisin të mos i bindet Allahu xhalla xhelaluhu dhe shkaku i saj u largua dhe u përjashtua nga mëshira e Allahut xhalla xhelaluhu. Hasedi gjithashtu ishte shkaku që njeri prej dy bijve të Ademit ta vriste vllaun e vet. Një dietar thot, kur Ademi a.s. u dërgua të fëmijët e tij si pejgamber, ata ishin musliman dhe të bindur ndaj Allahut. Derisa Kabili e vrau vllaun e tij, Habilin, për shkak të zilis. Zilia ishte gjithashtu shkaku që i shtyu vëllezërit e Jusufit a.s. ta dëmtonin ata. Jakubi a.s. baba i vet, kujdesej shumë për Jusufin dhe vllain e tij, ishin të vegjël dhe ju kishte vdek nana. Kjo i bani që vëllezërit të i kishin zili dhe zilia i shtyu të mendonin edhe ta vrasin Jusufin a.s. Hasedi nënkupton pakënaqësi ndaj caktimit dhe kaderit Allahut. Ziliqari nuk është i kënaqur me ndarjen
që ka bë Allahu Azza wa Jall. Nuk është i kënaqur me gjykimin e Allahu Xhalla Xhelalu. Nuk është i kënaqur me rregullimin dhe caktimin që ka bë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Një dietar me emrin Ebu Hatim el-Busti ka thënë, sa e keq është zilia. Nuk i sjell pronarit të saj vetëm se brenga dhe shqetësime. Është smundje që nuk ka shërim. Ziliqari, kur sheh një mirësi të vllai vet, shqetësohet. Kur e sheh një të mirë të tjetri, e ka sikleti, nuk i pëlqen, e lëndon, e lodh. Ndërsa kur e sheh vllaun e vet tjetrin në vështirësi, aty kënaqet, aty rahatohet, aty gëzohet. Sa e shëmtuar kjo cilësi. Ziliqari është aq i zënë me të tjerët, të marrë me të tjerët, sa që e pengon ta falenderoj Allahun Xhelle Xhelalu. Ndoshta Allahu Azza wa Jall ati i ka dhënë më shumë se sa ati që po e çon zili, mirë po syt i kanë mbet ai tjetri. Ndoshta ky ka kënaqësi edhe të mira më shumë. Mirë po smundja e brendshme nuk e lejon ato të kënaqet, zilia, me të mirat që ja ka dhënë Allahu, se syt i ka të tjetër kush. Prandaj çdo besimtar do të jetë i kënaqur me atë që Allahu i ka dhënë dhe t'i kërkojë atij nga mirësitë e tij të mëdha. Allahu Azza wa Jall thot: "Wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd." Mos u lakmoni në atë që Allahu i ka dalluar disa për jush mbi të tjerët. Mjetet që ndihmojnë për ta lënë zili. Kush ka zili, do t'i përmendim disa mjete si me e lënë ato. E para, të ndjek atë që Allahu i madhëruar ka urdhëruar dhe të largohet nga ajo që ai ka ndaluar. Dhe bëhet besimtar i mirë. Sepse ti je besimtar i mirë, jo që nuk shkon ndërmend me xhelozu apo me pas zili tjetrin, mirë po lutesh që Allahu Azza wa Jall t'i jep të mirë atij tjetrit. Besimtari kështu ka. E do për vete, e do për tjetrin ato që e do për vete. Gjithashtu edhe këshijat që she urren për veten, duhet ta urrej edhe tjetrit me shku. Në dy, t'jeti kënaqur me caktimin dhe kaderin e Allahut. Allahu ka caktuar që ti ta kesh kët, dhe mos ta kesh kët. Allahu ka vendos. E ti pse nuk e ke këto të dytat, e xhelozon pse ai tjetri ka. Po këtë Allahu ka caktuar, jo ti, e as ai. Kur e çon zilit i tjetrin, nuk i kënaqet me ato që ka vendos Allahu Xhalla Xhelalu. Pra kënaqu me caktimin e Allahut, sepse Allahu është ai që jep dhe Allahu është ai që ndalon. Në tre, të mendoj për pasojat e këqija të zilis. Pasojat e zilis janë të mëdha, janë këtë botë edhe në botën tjetër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "El-hasadu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab." Zilia i djeg se vapet. Dëgjoni mirë. Zilia i djeg se vapet. I prish se vapet. I shly se vapet, sikurse zjarri i djeg drunt. 4. Të ruhet se njerëzit do të largohen prej tij. Ai njeri që është ziliqar i smund prej zilis, njerëzit nuk rrin me ta, fillojnë e largohen derisa të methet veten. E kjo nuk është shenjë e mirë. 5. Të kundërshtojnë nefsin që urdhëron ato për të keq dhe t'i friksohet Allahu Xhalla Xhelalu. Nëse i vjen apo i vin fortuna apo era të zilis, le të kërkojmë mbrojtje tek Allahu Azza wa Jall nga kjo smundje. O Allah më ruaj dhe të mendoj mirë, filloj të mendoj pozitivisht. Si të ruhemi nga sherri i ziliqarit.
Edhe këtu janë 5 pika, do t'i përmendi. E para, të kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e tij. Allahu është dëgjues i lutjes dhe mbrojtës nëse i kërkojmë mbrojtje. Allahu Azza wa Jall na ka mësuar se si të bëjmë dua. O Allah, na ruaj prej ziliqarit kur ai bën zili. Min sharri hasidin idha hasad. E dyta, të bëhemi të devotshëm ndaj Allahut. Kush është i devotshëm, Allahu kujdeset për ta dhe nuk e le atë në dorë të dikujt tjetër. Allahu Azza wa Jall thot: "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a." Nëse bëheni durimtar dhe të devotshëm, dredhit e tyne nuk do t'ju dëmtojnë juve as pak. 3. Mbështetja tek Allahu. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dhe kush mbështetet tek Allahu, ai i mjafton atij. Mbështetja tek Allahu është prej shkaqeve më të fuqishme me të cilat robi e largon padrejtësinë dhe armiqësinë e njerëzve. E 4. Të jep sadak. Të jep sadak dhe të bëj mirë aq sa ka mundësi. Kjo ka një ndikim të madh në largimin e fatkeqësive, syrit keq dhe të së keqës së ziliqarit. E 5. Të duroj dhe të mos i përgjigjet me të njëjtën mënyrë, të mos merret me të, ta neglizhoj ziliqarin. Nuk ka mënyrë më të mirë për ta mposhtur ziliqarin se sa durimi dhe heshtja ndaj tij. Një poet thot: "Duro ndaj dredhive të ziliqarit, sepse durimi yt e mposht ata. Zjarri e han vetveten nëse nuk gjen diçka për të ngrënë." E lutim Allahun Azza wa Jall t'i pastroj zemrat tona nga zilia dhe nga çdo smundje tjetër. Na dhuroj zemra të pastra, na begatoj neve dhe vëllezërit tanë me mirësitë e tij dhe të na mbroj nga ziliqaret. Kur shohim një mirësi tek vllau ynë të themi: Allahumma barik lahu fiha warzuqni min fadlik. Këtë dua do të më bë: O Allah, jepi bereqet atij dhe m'jep edhe mua bereqet sikur atij. Disa vëllezër dhe motra kanë kërku dua prej imamit edhe prej xhamatit xhamis. Allah i falt, Allah i mëshiroft, Allah u dhasht të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu a largoft të këshijat, Allahu i shëroft, Allahu u ndihmoft, Allahu i ndihmoft në kthimin e borxheve atyre që kanë borxhe. Allahu na udhëzoft neve të ri dhe të reja tona. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum.